Ambasador, s'mund të lëm pa përmendur Shqipërinë, natyrisht. Dhe Shqipëria vitet e fundit, përveç faktit që drejtoi Këshillin e Sigurimit me një periudhë dyvjeçare, po ishte në krye të presidencës OSBE-s, pra si suksese të diplomacisë shqiptare apo samitit Shqipëri-BE. Mirëpresim samitin e NATO-s vitin që vjen, ku kryeministri ndër të tjera ka premtuar dhe dron, madje dhe mjete lundruese të shqiptare të prodhuara nga Kajo, kompania shtetërore, dhe natyrisht 2% i famshëm i NATO-s, i cili është kërkuar të rritet deri në 5% deri në 2035. Pa mund të themi që Shqipëria në diplomacinë ushtarake, në diplomacinë politike, në diplomacinë përgjithësi, ka bërë diplomacinë ekonomike që ka qenë fokus i viteve të fundit, ka bërë hapa galopant përpara, duke ma parasysh edhe premtimin elektoral që Shqipëria duhet pjesë si antare me drejtat plota deri në 2030 në Bashkimin Evropian. Ti jemi realist, çdo progres, çdo hap që bëhet nga Shqipëria në drejtim të fuqizimit të saj ekonomik, sigurisë, të diplomacisë, të marrëdhënieve ndërkombëtare është për të përshëndetur. Në anën tjetër, do të kemi kujdes në një lloj ngarendje ku shpeshherë vrapojmë më tepër se sa që duhet. Pra, bëjmë më shumë metra se sa që na kërkohet. Samiti i NATO-s në Shqipëri vitin e ardhshëm është një sfidë për vetë NATO. Mënyra e qasjes së NATO-s së brendshme dhe së jashtme e bën samitin e vitit të ardhshëm tepër të rëndësishëm, e bën historik sepse ju e dini kemi patur një përplasje konceptuale dhe edhe publike mes Shtetet Bashkuara NATO-s, brenda NATO-s e kështu me radhë, dhe lufta në lindjen e mesme, qasja në Ukrainë, por edhe konflikte të ndryshme, se deri atëherë nuk dim se çfarë do të ndodhë, e bëjnë këtë samit të jashtëzakonshëm edhe shumë të rëndësishëm. Japin dhe kryet diplomatit shqiptar zotit Rama mantelin e liderit global apo jo? Dhe nuk shiko, si mikprit si samit. Vendi mikpritës bën thjesht një detyrë për ta bërë këtë, janë bërë sakrifica të mëdha ndër breza që Shqipëria ta meritoi këtë qasje dhe këtë samit. Ky nuk do të thotë që as e ngre as e ul kryeministrin Rama, duhet patur kujdes në artikulimet publike dhe menaxhimin e kësaj mundësie të ardhur për të mirëpritur samitin e NATO-s. Sigurisht çdo përdorim politik që kemi bërë samite të tilla ka qenë jo produktive, shtesharak. Nuk duhet të shkojmë në kufit e absurdit dhe nuk duhet të ngatrojmë seriozitetin e një shteti mikpritës me këto lloj marrëdhëniesh, dhe siguria e NATO-s për samitin sigurisht që do të koordinohet me agjencitë e ligjit zbatuese të Shqipërisë, por në thelb sigurinë e NATO-s e ka NATO, dhe këtu besoj që jo të gjitha elementet do të bëhen publik. Do të presim deri atëherë se çfarë do të ndodhë. Le të urojmë së pari që të bëhet samiti i NATO-s dhe të bëhet në Tiranë. Dhe e dyta, do të ishte shumë e rëndësishme që presidenti Trump ta vizitojë Shqipërinë në kuadër të samitit NATO-s dhe të shohim një prafrim të mëtejshëm të marrëdhënieve të Shqipërisë në konceptin transatlantik të marrëdhënieve. Hapja e gjitha kapitujve brenda një viti, një akord në vetë ky diplomacisë shqiptare dhe natyrisht i zotit Rama, i cili për izë vërtetës ka qenë kryet diplomati shqiptar nga 2013 deri më sot, sepse ai ka qenë iniciatori kryesor i. Është vërtet. Pra, a është ky një sukses tjetër i arritur në këtë drejtim? Shiko, i duhet dhënë haku. Apo rezultati gjeopolitikës? I duhet dhënë haku gjithë secilit. Zoti Rama me stilin e vet, me diplomacinë e vet, në një farë mënyrë hapi një kapitull të ri për konceptin e diplomacisë, duke është vendosur nga diplomacia tradicionale që vinte nga Ministria e Jashtme, institucionet e tjerë, ku një rol luante edhe presidenti, diplomatët, e koncentrohej tek roli i tij. Dhe për mua ka qenë një befasi dhe është interesante për të analizuar se si një personalitet që vjen nga bashkia, sekretar bashkie, kryetar partie, që nuk kishte ndonjë interes të madh për diplomacinë, madje kishte një qasje jo fort dashamirëse ose nuk kishte ndonjë simpati të madhe për diplomacinë. E shifte si një fush ku luhet kot. Njerëz me kollarë që mbashtrojnë rrugëve. Por ai arriti që me stilin e vet, me mënyrën se si lobon, se si vepron, do të thotë me artist ndër ministra. Të jetë një shembull se si diplomacia personale luan rol. Dhe duhet t'i japim haku në këtë drejtim. Pra, disa gjëra që janë bërë në Shqipëri janë bërë sepse ka ditur të lozë shumë fort dhe shumë mirë në arenën ndërkombëtare, natyrisht edhe duke provokuar, këtu s'ka nevojë të përmend disa raste,
por ka qenë njeriu që ka udhëhequr aksione diplomatike dhe ka qenë në qendër të vëmendjes.